Stenaldo gjatë një bisede me banorët e shtëpisë së Big Brother VIP Albania është shprehur se me shumë gjasa ai do të jetë fituesi i këtij edicioni. Unë kam shanse për ta fituar këtë program sa shka më mirë që është në shtëpi. Patjetër. Për këtë tjeni super sigur. Kjo sjellje e tij është perceptuar si arrogante nga disa banorë të shtëpisë së Big Brother, por nga disa të tjerë është perceptuar si një sjellje e cila tregon një vetbesim shumë të lartë. Por këtë mëngjes Stenaldo ka treguar një anë emocionale të tij, duke u përlotur mbi rrëfimet për jetën e re në Gjermani. Fotja kollash. Qash është gjë më e mirë, manera njëri. Ndër të tjera, Stenaldo ka rrëfyer edhe momentin në të cilin ai ka qenë shumë i dashuruar. Kanë qenë një moment shumë i dashur me një vajzë, që ato dhe Minik. Super i lumtur, e kupton, isha ato. S'doja me ditë plako, isha aq i dashur se s'doja me ditë as ç'a ndodhte, as ku hypsha, as ku zbritesha, as vritesha, as doja me ditë për asnjë gjë, isha shumë i përfshirë. Me këto deklarata Stenaldo e ka bërë për vete publikun, pasi ka treguar edhe anën e fortë të karakterit të tij, por edhe anën e tij më të ndjeshme.